Dhe shikoni çfarë super goli! Ishte fokusuar e gjijate trajneri dritës Zekirja Ramadani, Plear Tolaj, Evro gol në minutën e 3 të ndeshjes. Nga një pozicion mjaft i vështirë, Tolaj realizon super gol, do të shohim në gjërim të kadalësuar edhe njerë këtë. Edhe Kryezio do të tentoj me goditje direkte këto. Kryezio nuk ishte goditje e keqe, me gjitha të Pesni Krasniqi pra dobit. Ja mundësia që të rrezikoj për herë të parë skuadra e dritës dhe intervenon Artan Iljazi. Pas ti tentimit të shohim kush ishte aty. Palaj, harkimi ti goditja tani aty dhe çfarë mundësi e mirë ishte kjo për skuadrën e dritës që të rikthej në loj. Ka bon aty Palaj, po toku shumë mirë, pasimi për Delion. Valli Damidi, kombinimi shpejt lojtarëve të Ballkanit, rast ideal këtu të shohim. Po toku dhe 2-0! 38 minutë e ndeshjes. Realizon Broci Majt golin e tij të dytë vetëm të këtij sezoni, por jashtëzakonisht të rëndësishëm. 2-0 Ballkani. Harkimi mirë është kë, mundësia për goditje këtu, e fuqishme nga qendër mbrojtësi. Exon Bejtullaj për Tusha, kthehet topin brapa. Harkimi në përrejtit të zonës, mundësia për dritën tani, Ajzeraj. Goditja nga distanca, par pak Vesel Lima intervenon Artan Iljazi. Blerim Krasniqit, Tolaj, dhe perfekte për to këtu, Giovanni Ribeiro. Ribeiro me shmet goditja dhe intervenim spektakolar nga Faton Maloku. Çfarë lojtari rrezikshëm është Giovanni Ribeiro. Ribeiros me plot të drejt, Kastrati dha faul dhe tani Pesni Krasniqi mundësia këtu. Pozicioni pa rregullt. Nuk do të vente absolutisht asgjë edhe po të realizoj gol. Çfarë pasimi atraktiv nga Ribeiro. Kryezio 3-0. Realizon Almir Kryezio, nuk i gëzohet golit, ishte antari dritës. Pozicioni krejtësisht i rregullt. Dhe këtu vulloset fati këtij takimi. Gjithçka merr fund pas këtij super aksioni. Ribeiro, fantastik pasimi te Kryezio. Eljer, fenomenal pasim për Almir Kryezion. Këtu mbyllet ky ballafaqim, gjyqtari Visar Kastrati jep shenjë për përfundimin e ndeshjes.